Gjykata penale ka caktuar 30 ditë para burgim Angel Samarkovit, polis dhe antari i sigurimit të kryeministrit Hristijan Mickoski, i cili dyshohet se ka bërë veprën penale zbulim të sekretit zyrtar. Paraprakisht, Ministria e Punëve të Brendshme parashtroi kallëzim penal kundër personit në fjalë pas aksionit të kryer të Departamentit për Kontroll të Brendshëm, hetime kriminalistike dhe standarde profesionale të MPB-s në koordinim me Prokurorinë për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, në kuadër të së cilit janë kryer veprime hetimore për bastisje të banesave, automjeteve dhe personave në zonën e sektorit për punë të brendshme Veles. Gjatë zbatimit të aksionit policor dhe masave dhe aktiviteteve të ndërmarra në parkingun përballë një hoteli në Veles, në automjetin e tipit BMW, janë gjetur APX në punës policor në Departamentin për Mbrojtje të Personave dhe Objekteve të Caktuara dhe BPK, ndërsa gjatë kontrollit në automjet, personave ju gjet një çantë shpine me materiale zyrtare të MPB-s dhe personave u janë sekuestruar celularët, më pas janë privuar nga liria. LSDM pretendon se truproja i i ka dhënë informata grupit të Gërçecit dhe për këtë ka hedhur dyshime se ekziston koordinim dhe bashkëpunim mes njerëzve më të afërt të Mickoskit dhe nën tokës kriminele. Por atë që MPB nuk tregon, ajo që mbetet si mister, është se antari i sigurimit të kryeministrit Hristijan Mickoski, që e ka emëruar personalisht Mickoski, nuk ka qasje në informatat e fsheta. Kush ja ka dhënë ato informata dhe deri ku do të shkojë hetimi? MPB duhet të përgjigjet si ka marrë ai informatat dhe kush e ka urdhëruar t'i jap ato informata këtij grupi. VMRO DPMN ju përgjigj akuzave të LSDM-s duke thënë se kjo e fundit e ka të vështirë ta kuptojë luftën kundër korrupsionit. LSD-ja në vend që të përshëndes aksionin e MPB-s dhe të mësoj se si shteti duhet t'i imposhtë ata që abuzojnë me të, si një fëmijë që nuk i pëlqen asgjë, vetëm reagojnë sa për të thënë diçka, në mungesë të politikave autentike dhe zgjedhjeve konkrete e realiste. Nëse MPB-ja nuk arreston njerëz të afërt me VMRO DPMN, atëherë LSD-ja i akuzon për selektivitet. Nëse MPB arreston njerëz të afërt me VMRO DPMN, atëherë LSD-ja i akuzon për diçka tjetër. Sipas MPB-s, personi arrestuar ka poseduar në mënyrë jo ligjore materiale nga ministria, të cilat u ka zbuluar personave të tretë, megjithatë organet e rendit nuk kanë konfirmuar zyrtarisht se materialet janë ndarë me grupin e Gërçecit.